Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. Thuaj, o Muhammed, mua më është shpallur se disa prej gjindeve kanë dëgjuar Kuranin dhe kanë thënë: me të vërtet kemi dëgjuar një Kuran të mrekullueshëm. يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. I cili udhëzon në rrugën e drejtë dhe kemi besuar në të. Prandaj, kurse si më nuk do t'i shoqërojmë askënd Zotit ton në adhurim. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. Qoftë lartësuar madhëria e Zotit ton. Ai nuk ka zgjedhur as bashkëshorte, as bir. وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. Por disa të marrë nga ne flisnin gënjeshtra për Allahun. وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. Kurse ne mendonim se as njerëzit, as gjindet nuk flasin gënjeshtra për Allahun. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. Në të vërtet, ka pasur njerëz që kërkonin mbrojtje nga gjindet, por kjo vetëm sa I çoi më tej në gabime. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. Edhe ata mendonin siç mendonit ju, se Allahu nuk do të ringjallte askënd. وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. Ne jemi ata që kemi synuar qiellin, por kemi hasur në plotëroje të forta, engjëj të fuqishëm dhe shigjeta të zjarta, meteor. وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. Dhe uleshim rreth tij në përvende të përshtatshme për të dëgjuar diçka, por ai që përgjon tani do të has në shigjeta të zjarta, meteor në prit. وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. Ne nuk e dim nëse me këto roja të qiellit është synuar e keqja, zbritja e dënimit për ata që janë në tokë, apo Zoti I tyre kërkon t'i udhëzoj në rrugë të drejtë. وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. E midis nesh ka të mirë, por ka edhe që nuk janë të mirë. Jemi ndarë në grupime të ndryshme. وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. Ne e dim se nuk mund t'i shpëtojmë Allahut në tokë dhe nuk mund t'i shmangemi atij duke ikur në qiell. وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. Po sa dëgjuam udhëzimin, Kuranin, ne besuam në të. E kush beson në Zotin e vet, nuk ka përse të friksohet se mos dëmtohet, as se mos I bëhet pa drejtësi. وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. Ka prej nesh që janë musliman, por ka edhe të atill që janë jo besimtar.
Kush ka përqafuar Islamin, ka zgjedhur rrugën e drejtë. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا Kurse jo besimtarët do të jenë lëndë djegëse të xhehenemit. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا Si kur të qëndronin banorët e Mekës në rrugën e vërtet, ne do t'u jepnim ujë të bollshëm, لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا për t'i dhënë ata me këtë në sprov. Por çdo që largohet nga këshillat e Zotit të tij, ai do ta hedhë në një dënim të ashpër. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا Xhamit janë kushtuar vetëm Allahut, prandaj mos ju lutni askujt krahas Allahut. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا Kur robi i Allahut, Muhamedi, u ngrit t'i lutej atij, ata gjindet u tubuan rreth tij si shtollung. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا Thuaj, o Muhammed, unë i lutem vetëm Zotit tim dhe nuk i shoqëroj atij askënd në adhurim. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا Thuaj, unë nuk mundem t'ju largoj ndonjë dëm e as t'ju sjell ndonjë dobi. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا Thuaj, edhe mua, askush nuk mund të më mbroj nga dënimi i Allahut dhe nuk mund të gjej strehim tjetër kund përveç se tek ai. إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا Unë kam për detyrë veç t'ju përcjell atë që më vjen nga Allahu dhe mesazhet e tij. Çdo që s'dëgjon Allahun dhe të dërguarin e tij, e pret zjarri i xhehenemit, në të cilin do të mbetet për gjithmonë. حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا Kur ata të shohin atë që u është premtuar, do ta dinë se kush është më i dobët dhe më i pakt në numër. قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا Thuaj, o Muhammed, unë nuk e di a është afër ajo që ju është premtuar, apo Zoti im do ta vonoj. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا Vetëm ai e di të padukshmen dhe nuk ja zbulon atë askujt. إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا Përveç të dërguarve që ka zgjedhur, para dhe pas tyre, ai vën mbi këqyrës engjëj, ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا në mënyrë që ta di nëse i përcjellin mesazhet e Zotit të tyre. Ai përfshin me dijen e vet gjithçka që ata kanë dhe çdo gjë e ka llogaritur imtësisht.